A mund të na tregosh konceptin e edukimit në aspektin islam? Kanë folë shumë dietar për konceptin e edukimit, unë do të përmeni vetëm disa. Do të thotë, e para është në këtë kohë dinamike, sidomos në kohën e fëmijërisë, me pas vigjilencë të lartë, me pas kujdesje të madhe që me rujt natyrshmërinë e fëmijëve. Çka do të thotë me rujt natyrshmërinë e fëmijëve? Do të thotë m'ia instalu vlerat më të mëdha në shpirtin dhe në kapacitetin e fëmijës që mund, do të thotë me komuniku në psikologjinë e fëmijës, m'ia bë të dashur Zotin. Në vend që t'ja lexosh një histori e cila nuk ka ekzistuar asnjëherë, ti e merr një histori të Jusufit alayhis salam, djaloshi të bukur. Ja bën të dashur Jusufin alayhis salam. Ja bën të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ja bën të dashur Ibrahimin alayhis salam. Dhe në këtë formë, sot në këtë kohë dinamike, kur dhe lodra nuk janë në formën e natyrshme, ti nxjerr fëmijët nga natyrshmëria. Edhe lodrat, nëse flasim për llojet e kafshëve, kanë ndryshim për shkak të disave që dojnë t'i nxjerrin nga natyra e fëmijëve. Prandaj, e para, koncepti dhe obligimi i parë i besimtarit ndaj fëmijës është me rujt fitretin, natyrshmërinë, mi fol shumë për me dashur Zotin dhe profetin. Me njoft, me ja vizatun psikologjinë e fëmijës që me bë të dashur fejen e Zotit, qysh në kohën e fëminisë. Koncepti i dytë i edukimit është që besimtari t'ja jep më të shtrenjtën, t'ja jep më të çmueshmën. Ajo është instalimi i vlerave të besimit. Ta njeh madhninë e Zotit siç meriton. Ti njeh emrat e Zotit, ti njeh cilësitë e Zotit, ti din obligimet karshi madhni Zotit. Po hoxh nuk e ka obligim faljen e namazit. Por nëse nuk e mëson prej 7 vjet fëmijën me fal, mas 18 viteve ki vështirë. Prandaj koncepti i edukimit fillon prej fëminisë, duke filluar normal obligimet që i takojnë fëmijës, thirrja e ezanit, emërtimi me emër të bukur ashtu. Mirë, po si fillon jeta fëminore, duhet mi fol në gjuhën e fëmijës e pastaj m'ia imponu dhe m'ia bë të dashur, m'ia bë të dashur namazin, m'ia bë të dashur veprat e mira dhe me fol sidomos rreth çështjes së moralit. Mos m'ia lën rastësisht në ta edukon dikush tjetër. Për fat keq, një kategori e madhe e fëmijëve tonë, për shkak neglizhencës dhe mos konceptit të edukimit të duhur ndaj prindërve, fëmijët sot janë të devijuar. Ma shumë komunikojnë me dikant tjetër se sa me prindërit. Për shka? Se kohën nuk ja dedikon të çmueshme fëmijës. Zoti ty, nëse ta ka dhënë mallin për me qenë përgjegjës për mallin dhe e mbron kapitalin që të t'ja lësh trashëgimi fëmijës, atëherë mbroja fejen dhe moralin fëmijës. E treta, mos ja imponon nëse fëmia jot ka ndonjë koncept i edukimit. Ndonjëherë unë jam hoxh dhe kam dëshirë fëmijën tem ta bëj hoxh, gabim është. Nëse fëmia jem ka talent që të bëhet inxhinier i suksesshëm, nëse fëmia jem e njeh matematikën dhe duhet të bëhet profesor i matematikës, nëse fëmia im e don shkencën e fizikës, nëse fëmia im e don ndonjë lëmi tjetër, Sportin. Ose sportin, do të thotë leje në natyrën e tij, nuk bën që ti do të ti e ke obligim t'ja stimulosh dhe ta ndihmosh për atë çfarë talenti ka. Është gabim nëse dikush Me imponu. Dikush, për shembull, është hoxh dhe ja imponon hoxhallokin. Dikush është inxhinier dhe ja imponon që të bëhet fëmia i tij inxhinier. Jo, leje natyrshmërinë. Allahu secilin e ka kriju me natyrshmëri të veçantë. Por ajo çka ka më rëndësi, edhe inxhinieri, edhe ai mjeku në medicinën që e don dhe ka specializu, edhe ndonjë lëmi tjetër, gjithë janë shërbimi në njerëzimit. Dhe ne kemi nevojë, s'kemi nevojë vetëm gjithë për hoxhallar. Ne s'kemi nevojë gjithë për mjek. Po ne kemi nevojë edhe për mjek, edhe për hoxh, edhe për edukator, edhe për psikolog, edhe për inxhinier, edhe për biznesmen që punojnë me standard halalit, atëherë ne duhet gjithë këto t'ja vapin ngjyrën e fesë, ngjyrën e vlerave të halalit, po flas. Që ata ta ngritin vedijen e shoqërisë tonë. Edhe nuk ka investim më të mirë se sa investim në zhvillimin e talentit të fëmijëve. Ndëgjoni me, do thotë nuk ka zhvillim më të mirë se sa me lanë rrjedhshëm, natyrshëm talentin të cilën Allahu ja ka dhënë fëmijës, ti t'ja stimulosh, jo ta ndalosh. Edhe shumë djem apo fëmijë të prindërve kanë devijuar për shkak se ka pas çet shumë presion nga prindërit se t'ja plotësoj dëshirën prindit të bëhem kështu ose ashtu. Do thotë element prej konceptit të edukimit është zhvillimi i talentit dhe prirjen që e ka t'ja stimulosh. Orientimi tjetër me radhë është shumë i rëndësishëm që në këtë kohë
ku ka humbur shumë ajo është vlera se feja është moral, dhe një popull që nuk ka moral nuk ka vlera. Gjyshtë e tanë ndoshta nuk kanë pas shumë shkollë, po kanë pas shumë dignitet dhe kanë pas shumë moral të lartë, kanë pas turp. Atëherë, koncepti i edukimit është instalimi i kësaj vlerës më të shtore, e cila është ngritja e moralit, virtytit më të lartë. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith wa innaka la ala khuluqin adhim, kjo është ajet, ty o Muhammed kemi dhënë moralin më të përsosur. E nëse jemi na me moral të mirë, këtë moral du t'ja interpretosh fëmijës tënd, që ai të ketë turp, ai të ketë sjellje, të ketë kontroll në gjuhën e tij, të ketë kontroll në sjelljen me prind, në sjelljen me profesorët, ku është sjellja e studentëve dhe nxënësve sot dhe para 30 viteve. Ku është raporti? Sot i kthehet fjala prindit, sot i kthehet fjala profesorëve, sot i kthehet fjala ndoshta disa xhallarëve, edhe debatojnë me muhabetet kota dhe pa argumente. Pse se s'ka turp, s'ka moral. Prandaj prej konceptit të edukimit është, do të thotë ngritja apo instalimi i vlerës dhe virtytit më të lartë, ajo është morali. Është prej konceptit të edukimit, elementi i 5 dhe du ta përfundoj për mos më zgjat këtë element, është shumë e rëndësishme se ndonjëherë ne prindërit kemi dëshirë që të kemi rezultat shumë të shpejt. Nëse e merr një gur dhe jep me fuqi të madhe me që kanë, ata mund ta thesh ta ndash në gjys. Shumë fëmijët tonë janë të thymë nga prindërit, nga mosdia dhe forma e këtij koncepti, mungesa. Një gur i mirë dhe një gur i fortë, një gur e cila ka brumin shumë të fortë, jepja formën e duhur, por me artin tanë duke e gdhenë ngadalë, dhe ja jep formën e duhur. Prandaj arroganca në raport me fëmijët e tanë dhe mos komunikimi edhe mos humbja energjisë dhe kohës vjen në moment që unë du një rezultat superior me një moment caktuar. S'mund bëhesh i mençur për një moment, as fëmijën tanë se ne ban për një moment. S'mund bëhesh për një moment shumë i devotshëm, po duhesh kohë të gjatë. Edhe ngritja e vëllezërve tonë duhet me gradualitet, duke instaluar vlerën e diturisë, duke instaluar vlerën e moralit, duke instaluar vlerën dhe dashurinë për popullin e tij, për familjen mbi të gjithash, e pastaj edhe për popullin e tij. Këtë kjo vjen me gradualitet, ngadalë. Shumë mirë e shpjegove si gurin kur e gdhejnë, ka dalë.